Brenda pak ditësh pritet të hidhet në treg vaksina e re e gripit sezonal. Sipas specialistëve të Institutit të Shëndetit Publik, kjo vaksinë përmban 3 shtame që parashikohet të jenë në qarkullim gjatë këtij sezoni. Kemi një vaksinë të re, e cila është vaksinë e njëjtë me atë që përdoret në të gjitha vendet e hemisferës veriore. Kjo vaksinë përbëhet nga 3 shtame, nga shtami A-H1N1, nga H3N2 dhe nga virusi influencës B. Pra shtami i gripit derit ose shoqëri i gripit derit është kthyer në një virus normal gripi, i cili qarkullon ende dhe mund të qarkullojë edhe për shumë vite të tjera dhe është inkluduar në vaksinën normale sezonale të gripit. Vaksina e re do të jetë vetmja që do të përdoret për të parandaluar gripin që qarkullon dhe që pritet të ketë një shtim të rasteve në fillim të muajit nëntor. Presim që duke filluar nga muaji nëntor, nga java e parë e nëntorit deri në fund të fundit prillit, të kalojmë atë epideminë normale të gripit. Çfarë do të thotë që do kemi një shtim shumë të madh të rasteve të cilët preken nga virusi i gripit. Aktualisht ne kemi një situatë ku denoncohen rreth 9000 persona në javë që e quajmë një javë të qetë, normale. Në situatën ose në pikun e gripit, ky numër gati dyfishohet, domethënë mund të shkojë në 15000, 16000 edhe 17000 persona. Edhe pse një nga shtamet në qarkullim do të jetë ai i gripit të derit, specialistët shprehen se vaksina e tij, që u përdor në janar të këtij viti, kur edhe u shënua piku i tij, nuk do të përdoret më.